Ka përfunduar sezoni i qershisë edhe për këtë vit në Dibër. Fermerët që kanë patur të kultivuar varietetin Regina kanë zgjerrë në shitje kilogramet të fundit. Agron Ferruku prej Vidës shet në rrugën nacionale Peshkopi-Tiranë, ndërsa shprehet se ky sezon ishte më i mbar se ai vitet të kaluar. Kjo për shkak se në vitin 2025 pemet e qershisë u dëmtuan rënd si pasojë një ngrice në muajin prill. Sa i përket këtij sezoni, Ferruku shton se disa varietete kanë patur prodhimtari të mirë, ndërsa i fundit që mbyll sezonin është varieteti i qershisë Regina. E kam shitë edhe me çmim, ama ka qenë cilësi. Më vjet nuk krahasohet fare, se vjet ishim pak më mirë se zero. Edhe me vite tjera shumë mirë. Viti veçantë ka qenë. Prodhim ka pas me bollok, edhe shitjen e kam pas mirë. Po punoj me klientelë. Ka çuna që e kanë shit me 600 lekë, 500 lekë. I kam mbledh tregtarët. Unë kam mbledh ditën e fundit sot, kam mbledh djali 32 kg. Varieteti qershisë është e fundit Regina. Këto janë ditët e fundit ku kultivuesit e qershisë në Dibër do të shesin prodhimin e tyre, ndërsa më pas do të vinë kultivarë të tjerë të frutave që kjo zoni ka me shumicë, si molla, arra e të tjerë.